Aspekti më pozitiv duke marrë parasysh dhe opinionin e sportashësve që trembeshin nga një humbje e thellë, e vetmja në mirë ishte rezultati. E them jo se jam i kënaqur që unë po shtëm 2-0, por sepse nuk na dëmtoi psikologjikisht dhe nuk na rëndoi në aspektin atletik për ndeshjen e ardhshme, ku duhet të kemi gjithë pikë synimet përfitoren. Dihet se Anglia do të synojë pa diskutim vendin e parë, ne kemi objektivin ton që të paktën të jemi në vendin e dytë, ku të luajmë për kalimin në botror. Ne nuk punuam për të marrë më shumë në këtë ndeshje. Në aspektin e lojës, vendosjes së ekipit, detyrave që kishin lojtarët individualisht në reparte, u pa qartë se duhet të ishin të kujdesshëm në aspektin mbrojtës, nuk kishte iniciativa dhe ndërtimin e një loje të tillë për të sulmuar dhe për t'u afruar portës kundërshtare. Edhe lojtarët ishin me mendimin që të kapojmë sa më pak dhe të mos pësojmë. Në këtë situatë ekipi u rëndua dhe nuk kishte mundësinë se si të vepronte ndryshe. Pjesa e dytë tregoi 2-3 aspekte pozitive, sidomos fotja e Brojes që i gjallëroi pak lojën sulmuese, po ashtu edhe 1-2-3 aksione që mund të ishin të rezultative, pra ose të barazohej ose të shkonte në 2-1. Shenjat e lodhjes u pan, por kjo nuk ndikoi që lojtarët të mos kishin besimin e duhur në veprimet individuale. Mënyra e lojës së ekipit anglez ishte me shumë pasime, me shumë stacione, me lëvizje të pakta dhe të ndalta. Ata kërkonin që të një saktësi dhe siguri në veprime dhe në pasime pa u nxituar për të shkuar në goditje në kuadrat apo kombinacione në zona të rrezikshme për të goditur portën tonë. Kjo e lehtësonte në një aspekt ekipin tonë që të kryente më me lehtësi detyrat mbrojtëse, por në të njëjtën kohë me këtë mënyrë loja Anglia nuk i linte Shqipërisë hapësira për veprime të rrezikshme sulmuese për të marrë diçka pozitive në këtë aspekt. Ata bën lojë që neve na la mundësinë edhe të ktheheshim dhe të qetësoheshim pavarësisht se lojtari që nuk e ka topin lodhet më shumë se ai që e ka në sotërim. Ne europianë luajtëm me Spanjën, Kroacinë dhe Italinë që ishin shumë lart krahasuar me ne, por ndaj tyre ekipi ynë pasqyroi një lojë sulmuese, inicioi aksione kombinative. Në të dy aspektet në lojë dhe në sulm ekipi tregoi shumë kujdes. Kjo ndikoi që ne të mos dëmtoheshim në aspektin psikologjik sa ky takim i fundit. Ishte një lojë jo e këndshme, pa krijuar emocionet e sportarësit në stadion dhe të ne që ndoqim nga televizori. Lojë ku më tepër pam veprime të kujdesshme që të mos gabohej, sesa iniciativa qofte individuale për të fituar terren, për të shkuar më përpara, për të parë se deri ku mund të arrijnë veprimet tona sulmuese. Kjo nuk provua asnjëherë me përjashtim të pjesës së dytë, siç e thash, që ishin 2-3 raste të Brojes dhe Hasanit. Armando Broja është lojtari sulmues më i mirë që i ka ardhur ekipit kombëtar, një lojtar me cilësi të jashtëzakonshme. Do zoti të mbrohet me një tjetër dëmtim sepse kam besim se ka për të mbërritur në nivele shumë të larta. Është një futbollist që jo vetëm që jeton futbollin dhe nuk ka frikë nga topi, por është një sulmues me një besim të jashtëzakonshëm tek aftësitë e veta. Kjo është gjëja më pozitive për një futbollist. Paraqitja e Nasser Ali të them të drejtën më la përshtypje të mira, si një ndeshje kundër Anglisë në Wembley më la një përshtypje shumë të mirë. Nuk gaboj. Kishte punë me Foden që është një lojtar shumë driblues, i shpejtë dhe i rrezikshëm, por mbuloi mjaft mirë, qoftë tek për tek, edhe në zonë. Mbrojtja në vetëm 2 momente që gaboi e posoi. Goli i dytë ishte një vendosje jo e mirë, por mbrojtja ishte reparti më i mirë në pikpamje të lojës dhe veprimeve. Nuk kam fjalë të mira për mesfushën, ndoshta nga qarkullimi mjaft mirë i topit nga anglezët që nuk citonin, pasonin me stacione, ishin të ndaltë, por që i lodhën lojtarët tanë të mesit të fushës për të kapur topin. Kjo reflektua që si repart mes fusha thuajse nuk ekzistonte fare. Po të shihje lojën, mungesa e luftës së ekipit tonë mes fushë për që ne të ishim të zbetë në veprimet sulmuese, nuk ishte mundësi se si të dilnin dhe të përparonin në ofensiv. Shqipëria luan ndeshjen e radhës me Andorrën të hënën dhe në këtë aspekt nuk duhet nga ngacmoj lojtarët që të mos ndihen keq psikologjikisht nga ndonjë vërejtje apo kritik që mund të bëjmë. Nga Slani padyshim që pritet shumë sepse ka cilësi shumë të mira, ka një pasim që radhë lojtare kanë në distanca të mesme dhe të gjata, por në këtë sfidë nuk ishte mundësi se si të vepronte. Plus bashkëpunimi me Bajramin, Laçin dhe Ramadanin nuk u pa. Lojtarët tanë janë mësuar të luajnë me topin, por njëri e ka topin, 2-3 të tjerët duhet të lëvizin pa top që ta kërkojnë dhe të lirojnë njëri tjetrin. Kjo nuk u pa dhe ishte një emet kritik për mesfushorët. Mendoj se lojtarët e grumbulluar dhe ata që luajtën në të ndeshje janë më në formë dhe më të mirët për momentin. Kumbulla dhe Ismaili që janë lojtarë shumë të mirë ishin të dëmtuar. Nuk e di problemin e Muçit se si është situata. Lojtari më i mirë i kombëtares son ishte Gjimshiti, e para sepse në lojën në ajër ku anglezët janë të rrezikshëm kapiteni bëri shumë mirë. Fatmirësisht anglezët nuk luajtën shumë në ajër me krosimet dhe me shumë këndore apo faula. Gjimshiti bëri mbyllje shumë të mira dhe ishte i saktë.
Kujtoj një ndërhyrje vendimtare në një moment të kenj që ishte një kohë 100% e sigurt, mund të shkonte edhe me 0 dhe në vazhdim rezultati kishte shanse të shkonte edhe më i thellë deri në fund sepse ishte shumë shpejt. E dyta, në organizimin e mbrojtjes Gjimshit ishte vazhdimisht i vëmendshëm dhe i orientonte shokët me lëvizjet e veta dhe me fjalët. Mbrojtja ishte reparti më i mirë bashkë me Strakoshën. Tek Anglia nuk më bëri përshtypje të madhe ndonjë lojtar, por ajo që më mbeti në mendje ishte thjeshtësia e një sulmuesi si Harry Kane. Duke u përqendruar te Bellingham, ne i harrojmë të tjerët. Lëvizjet e Kaneit, qoftë në zonë qoftë për të kërkuar topin apo për të tërhequr kundërshtarët për të hapur zonë të tjerëve, tregoi se është një lojtar që nuk bie në shtyr shumë, por bën një punë fantastike për ekipin. Goli i tij pastaj ishte marrje perfekte dhe një shikim periferik të jashtëzakonshëm. Kjo e radhës është jashtëzakonisht vendimtare për Shqipërinë nëse ka në plan të përparojë dhe të marrë rezultate pozitive. Kjo është ndeshja jonë, duhet fituar, duhen 3 pikët që të kesh mundësi të ecësh dhe të ëndërrosh për mëtutje.